Në një takim me fermerë të fshatit Luftina te Pelen, kryeministri Rama premtoi investime në rrugë, sjellsa dhe turizëm, $100 milion nga programi Bankës Botërore për infrastrukturën rrugore dhe $71 milion për turizmin. Dua të flas për lulin këtu se e keni dhe dhëndër nga te Pelena. Edhe nuk është djalë i keq. Nuk është djalë i keq, po aq ka, po nuk zihet tër bota se i kujt është Ali Pashaj. Ne e kemi tonin këtu, edhe ç'a bëm ne? Ja morëm Kalan, edhe ja zumë ndërtime paleje, edhe i bëm Ali Pashajt ato që se kishte bërë as Turqia, si ja bëri as historia, që donte ta mbulonte. Po e zbulojmë pak nga pak. Projekti është që ta zbulojmë deri në fund Kalan. Nuk do vinë turistët të shohin tërmetin sot. Turistët do vinë të shikojnë Kalan Ali Pashajt. Mbas 100 vjetësh pastaj do vinë të shikojnë në ore ku banonte tërmeti, po jo sot. Kryeministri tha se fokusi i punës së 4 vjeçarit të ardhshëm do të jetë forcimi ekonomik dhe rritja ekonomike në masën 5%. Këtu një rëndësi të madhe merr dhe programi rilindjes urbane, që sipas Ramës në këto vite bëri të mundur punësimin e rreth 50.000 vetëve. Janë të mbaruar fare, thonë po pse i bëni këto, po ç'na duan ne, ç'na duan sheshet, ç'na duan pemat, ç'na duan drita. Deles nuk i duan as trotuar, as drita. Delia do barin edhe stallën, edhe i çoban. Edhe këta kshu e pan popullin, si dele. Edhe çoban Saliu, ne du të bëjmë tani që të fillojnë të hynë më thellë. Të hynë më thellë në zonën e fshatit, ku jo vetëm duhet stimulojmë prodhimin, dhe për këtë ne do të financojmë $238 milion në katërit e ardhshme direkt për fshatin, direkt për fermerët, dhe ndërkohë do t'i heqim barrën e TVSH-s në të gjitha inputet bujqësore. Kryeministri tha se vota për Partinë Socialiste është jo vetëm votë për qeverinë qendrore dhe reformat e mëdha të ndërmarra për saj, por mbështetje dhe për pushtetin vendor. Çka kanë mbetur këtu demokratë të djathtë, duhet që ta kuptojnë dhe ata se kur shkojmë në votime, nuk shkojmë për tifozllëk. Kjo është për të marrë njerëz në punë. Është njësoj tani si të marrësh një marangos të mjeli lopën me që është i partisë tënde. E merr ti marangosin të mjeli lopën. Ta sharroj lopën. Ti asharroj ato.